kur 3 vetë kanë shkuar dhe po pyesin për të shtëpia e pejgamberit alayhis salam për adhurimin e pejgamberit alayhis salam. Çish adhuron pejgamberi alayhis salam Allahun xhaleshon. Pejgamberi alayhis salam s'ka qenë në shtëpi, po pi tregojnë për to. Edhe ata në fund po rrinë në konkluzion, përfundim, po thojnë kështu. Njëri prej tyre tret po morrin nga një vendim. I pari po thotë un kam u fol gjithë natën as kam me flajt kurrë. Për të natë namaz natë. Po se ata më herët than ku jem na me pejgamberin, tia ka fol Allah xhenohet krejt, ky e ka garantuar edhe çapo bëj ka, po na se kemi garantuar edhe pak, çka më bë? Me shtu dozën, çysh me shtu? Njëri gjithë natën kam u fol edhe s'ka më pushu. I dyti tha, unë kam agjeru për çdo ditë. Ne s'kam më prish kurrë. Po më thonë është niftara, o fjala për agjerim vullnetar, se s'po diskutohet për obligimin, ai po dihet Ramazan. Ndërsa i treti tha, unë tha, nuk kam marrë. Por kushtu Allah xhaleshon edhe ja gruaja e fëmia, ja smuja çatë. S'ka. Besh adhurim ndaj Allah xhaleshon. Por atë pejgamberi alayhis salam shpejt, ai tregon se çka çish kush u kona, çka ka pyetë çka, pejgamberi alayhis salam po shkon pastaj pita kanë ata. Edhe po i thot, a ju tre keni qenë dhe keni thonë kështu e kështu? Thot, unë jam njeri që ja kam frikën Allah xhaleshon më shumë prej juve. Unë jam më i devotshëm ndaj Allah xhaleshon, më i përkushtuar. Megjithatë, unë thot, folem natën edhe flaj. Agjeroj, po e prishi, nuk agjeroj për çdo ditë vullnetare gjatë vitit. Edhe unë tha jam i martuar. Femen raghiba an sunnati falaysa minni. Kush largohet prej sunetit tam, nuk është prej meje. Kush largohet pra prej rrugës tam, prej traditës tam, s'është prej meje. Nuk ka metoda, mënyra e duhur. Tash para mendon. Ta njerëz çka deshtën me bë? Për të kesh diçka për të mirë. Në aspektin e tyre shumë mirë, çka? Mo jo për kushtu, po krejt mirat e kemi pe Allah xhaleshon. Po çaj është më i miri. Po çaj e meriton 24 orë. Po nëse çaj është i kënaqur për të jetë spananin hes. Edhe për kushtim me çatina. Duke harru veten, duke harru familjen, duke harru plot sene tjera, po me qëllim Allah as e meriton çështo, po e meriton ai, edhe më shumë. Po na hamun me boj tani. Po të na tani ai jesëm hak edhe dikujt tjetër se që i kemë për rreth. Edhe pejgamberi alayhis salam si dërgumi i Allahut edhe më i përkushtumi, tha ja, kjo nuk është në rregull. Do të edhe këto edhe ato. Edhe me honger, edhe me agjeru, edhe me fol, edhe me flajt, edhe me martue.